nuk hyn tek le të themi procedurat e rrezikshme për shëndetin çarja e ballonit, apo duhet me do e mos që ne të kemi një emergjencë, duhet kemi një backup emergjence. Një backup emergjence për këtë trajtim. E kuptoj. Shumë pacient heqin ballonin dhe pastaj rishëndosh pas pak kohësh. Nuk po them që është mbase procedurë shpejt kjo marrja edhe një herë e masës, por me sa duket rezultatet duhet të jenë goxha të Shiko, të gjitha këto teknikat më fort se sa me pengu shnoshen janë teknika që përpiqen me çu pacientin drejt një ekuilibri psikologjik të ndryshëm me ushqimin dhe përpasoj me e ambientu me sasina më të vogla ushqimi dhe me stabilizu në një peshë që është një peshë më afër ideales se sa ajo e obezitetit morbid që kishin më përpara. Të gjitha këto procedura munden me pas rezultat, munden edhe me pas një përqindje mos rezultati. Ekzistojnë edhe procedura kirurgjikale të cilat në një farë mënyre e garantojnë rezultatin, por nga ana tjetër janë të shoqëruara me një seri çrregullimesh metabolike që përpara se të mbërrish tek ato duhet të sigurohesh mirë që i ke konsumu alternativat e tjera dhe ke fiksu domosdoshmërinë e bërjes të ndonjë ndërhyrje të tillë. Kështu që si çdo gjë në mjeksi, çdo procedurë mbart me vete edhe rrezikun e komplikacioneve, mbart me vete edhe rrezikun e mos suksesit.